ndërsa në faqen tonë kanë arrit disa pyetje. Pyetja e parë është me që shpesh ndodh që të ketë edhe ofendime apo si të ndryshe debate mes xhallarëve, ndonjëherë edhe përmenden edhe juna për ato debate, kështu që pyetja për një xhamatliu thotë: "Hoxhë nderuar, ajo bëni halal atyre gjithë atyre që kanë folë keq për ti?" Është pak shumë subjektive kjo, domethënë si pyetje që parashtrohet, po, ka mundësi të qëndrohet në shembull pastaj, ndoshta edhe kjo është qëllimi i pyetjes që është parashtruar. Nuk është lehtë që njeriu çdo herë që përgojohet ose keq interpretohet ose klasifikohet ose etiketohet, që pas të gjithë atij dami që i bën, domethënë nuk është shumë lehtë njeriu t'ia falë tjetrit, do thotë ashtu sikurse mos kishte ndodhur asgjë. Sidomos për njerëzit e kësaj kohe ku na nuk kemi aq shpirt të mëdhej dhe aq të devotshëm sikurse kanë qenë dietarët imam të mëhershëm në historinë islame. Ata kanë qenë shpirt të mëdhej, ata kanë qenë shumë më të devotshëm, shumë më ditur se na, edhe ata kanë pas energji dhe potencial pozitiv që edhe armikut më të madh mund t'ia falin edhe mos të lejojnë askush të hakmiret atyre, madje edhe momentet më të vështira të armiqve të vet, ata shkojnë dhe do të ta ndihmojnë ato t'i ofrojnë ndihmë, siç ka ndodhur me imamin e madh Ibn Taymija rahimahullah. Ne mundohemi të ndjekim hapat e tyre. Ajo që mund garantojmë është se nuk hakmiremi askujt personalisht pse ka klasifikuar, ka etiketuar, domethënë ka përgoju ose është sill keq, atë mund ta garantojmë gjithsesi. Shumë kujt ndoshta edhe ja falim, sidomos atyre që manipulohen dhe domethënë futen në debate pa i njoftë mirë rrethonat. Mirë po, atyre që kanë prapavija dhe agenda të cilat janë ndan të islamit dhe të muslimanëve, ose ndan të thirrjes islame, sidomos thirrjes në Kur'an dhe Sunet dhe ndjekjes së metodës së besimtarëve të devotshëm të parë, aty është pak si vështirë domethënë të shfaqsohen tërësisht ata jo për shkak domethënë të hidhrimit personal, por për shkak të damit që ja bëjnë ata thirrjes islame dhe damin që ja bëjnë metodologjisë së kuptimit të burimeve fetare Kur'anit dhe Sunetit. Dhe për këtë arsye edhe nëse na ja bëjmë halal personalisht mbetet ajo pjesa publike që thuhet, domethënë e cila është shumë vështirë të bëhet halal pasi që dami më nuk është personal, është edhe kolektiv. Edhe në këtë rast ndoshta duhet përdorur si një metodë ndëshkimi të njerëzve që kur marrin hapat sulmojnë ndonjë figurë, domethënë me peshë në thirrjen islame ose shoqërinë muslimane, ta mendojnë se ai ka dy hake në këtë rast. Një është haku i tij personal, e dyta është haku i davetit. Dhe nëse domethënë dikush do të çeron hesape personale, le të çeron me të, mirë po, le të ketë parasysh edhe damin që mund t'ia shndron, domethënë mund t'ia shkakton thirrjes islame dhe nëse se ndale e para ta ndal e dyta, edhe pse zakonisht në hasmit personale te i kalohet ajo që është normale. Në hasmit personale te i kalohet ajo që është normale, ajo që është objektive dhe ajo që është domo e paanshme. Dhe zakonisht njerëzit e kalojnë kufin edhe mesatarën dhe bëhen zullumçar, edhe normalisht mjafton ajo si mëkat. Na përgjithësi lutim Allahun madhërisëm që të gjithë të falë që gabojnë. Lutim Allahun që të gjithë na të bëhemi element konstruktiv në korrigjimin e gabimeve, jo destruktiv, sepse mund të ketë gabime secili prej nesh, ajo askush nuk mund ta amneston vetën për gabime, mirë po mënyra që na ta zgjedhim për ta korrigjuar një gabim ose për ta përmirësuar një gabim, le të jetë ndërtuese ose mbi ndërtuese ose shëruese, mos jetë domethënë të shtohet plaga të botë më e madhe ose shkatërrohet këtë që është ndërtuar deri më sot. Lutim Allahun të gjithëve të falë, gjithë i ban korrigjues konstruktiv e jo domethënë destruktiv dhe na fal Allahu edhe neve domon gabimet eventuale që mund t'i bëjmë dhe të na jep do të urtësinë komunikim me shoqërinë që vazhdimisht të kuptohen qëndrimet dhe fjalët tona në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të evitohet çdo keq kuptim i cili pastaj shndrohet në hapësirë për akuza dhe klasifikime deri tek domethënë akuzat e rënda për largim nga metodologjia e saktë apo nga parimet e fesë apo ndoshta edhe nga tërë ajo lojaliteti ndaj islamit për të cilën domethënë na mundohemi vazhdimisht të japim kontributin ton ditën dhe natën. A duhet ne të mirëmi me këta persona, domethënë, a duhet që japim të konsiderojmë? Jo, unë mendoj ajo që ndodh fatkeqësisht përveç kësaj pjesës së parë, në sidomos tash në rrjetet sociale, në statuset dhe komentet rreth statuseve ndodh një betejë pastaj anësore ku
do thotë xhamati i këtij hoxhës, domethënë ballafaqohet me xhamatin e atij hoxhës ose xhamati i këtij hoxhës me atë individin i cili dhe krijohet një polemike e gjatë. Ta them drejtën, unë personalisht jam kundër kësaj. Nuk ka nevojë askush të mbron, domethënë këtë rast të mbron mua. Qëllimi është na edhe nëse debatojmë, të flasim në edukat komunikimi, të sjellim fakte dhe pastaj fakte të qarta dhe që kanë të bëjnë drejt pozitiv me temën, jo sjellim na fakte tërësisht anësore me tendencë për të argumentuar një sens për cilën na flasim, ai s'ka të bëjë me këtë temë që flasim, edhe kjo ndodh. Kësaj po do të ishte shumë më saktë mos futemi as pak si lloj debatesh, sepse këto debate vetëm se i pezmatojnë edhe më tepër zemrat dhe nuk i afrojnë ata dhe nuk e ndihmojnë as hoxhën fjalë, as domethënë kundërshtarin e tij. Përkundazi ato vetëm se shkojnë duke nda taborin edhe nuk ndihmojnë në fundit për debate duhet të shfrytëzojmë tubimet e diturisë, mezhliset e ilmit, kush ka dilema, kush ka kundërshtime, kush ka replike, le të vjen në xhami, domethënë ku është hoxha i pranishëm, le të paraqet mendimet e veta, kundërshtimet e veta, replikat e veta. Nëse ka hoxha argumente dhe fakte, le të jep, s'ka argumente ose s'don të futet në debat, mbetet domethënë faktikisht një mes të mbyllur. Se për ndryshe, ajo që është më interesant është se kjo që shkruhet mbetet dhe shumë herë ka ndodhur, domethënë ai që ka kundërshtuar si xhamat një hoxh saktum, pastaj është pendu, i ka rënë pishman, mirë pa që ka shkruar ka mbetë. Dhe njerëzit pastaj e keq përdorin edhe kundër atij, prej taborit vetë që ka qenë deri dje me ta, e sot është dapi tyve, po ndoshta edhe prej taborit me cilin është pajtuar mendim tash që përmendin se argument gjatë që ka thonë ose që pra që ka shumë mirë njeriu le të kujdeset çka shkruan me gishtat e veta. Ajo që shkruan të jetë e dobishme për gjithë. Mos futen në detale ofendimin, në nshmimi, akuze, po thjesht të ofrojmë edhe nëse ki mendim kundër prej meje në këtë rast, thuje mendimin tanë me argumentet tuaja, me ajetet, me hadithet, me qëndrimin e dietarëve që ti i ndjek dhe mos u fut as pak në kundërshtim ose akuzë të tjera. Fundit nëse është e jotja më e saktë, më e dobishme, le të triumfon. Nëse është e imja më e saktë, më e dobishme, le të triumfon. Nëse na jemi sinqertë dhe synojmë triumfin e të vërtetës, atëherë këtë lutje e bëjmë për të gjithë. Edhe unë për vetë ja them këtë edhe publikisht, o Allah bën në të gjitha debatet që i bëjmë me xhallar të tjerë apo xhamat të tjerë, triumfon e vërteta. Pa marr parasysh a është e vërteta në anën time apo është në anën e palës tjetër. Se kjo është ajo që ne duhet të mësojmë, triumfon e vërteta. Pa marr parasysh atë për gojës time apo për gojës tonë, edhe këtë tregon sinqeritetin tonë në fe. Përndryshe nëse na insistojmë me çdo kusht e imja të triumfon, atë kjo është domethënë dëshmi e madhe dhe e qartë se na nuk e kemi qëllim të vërtetën, por kemi qëllim të imën apo të temën që themi natën. Edhe pa më përse është e saktë apo nuk është e saktë, mjafton kjo si argument se na nuk kemi sinqert fe dhe ashtu që nuk ka mundësi kjo me na ndihmon neve për ta shtyr çështjen e Islamit përpara. Është problem sa gjë.